Zemra ime, vetëm ti, o zemra ime. Ti më thoje do të jesh jeta ime, vetëm ti, o jeta ime. Ma kthe me shpinen, e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht, jo gjelozi, Zoti të vrafto moj trapti. Ma kthe me shpinen, e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht, jo gjelozi, Zoti të vrafto moj trapti. Ti më thoje do të jesh zemra ime, vetëm ti, o zemra ime. Ti më thoje do të jesh jeta ime, vetëm ti, o jeta ime. Ma kthe me shpinen, e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht, jo gjelozi, Zoti të vrafto moj trapti. Ma kthe me shpinen, e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht, jo gjelozi, Zoti të vrafto moj trapti. Ma kthe me shpinen, e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht, jo gjelozi, Zoti të vrafto moj trapti. Ma kthe me shpinen, e më the po shkoj, një morje mente me ne pagoj. Sa pak në udesht, jo gjelozi, Zoti të vrafto moj trapti. Faleminderit shumë, faleminderit në em, zona Theve shpinën, e më the po shkoj, mi more mente më le pagoj. Vetët ka njerë pagoj një jetë. Njerë në jetë e kom bo na imin pagoj, pa tekst. Njëherë në jetë. Ja kom bonit me falsi. Zonja zotrim, mysafir të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'ju ajë në Odeon. Mirë mbrëma të gjithve kudo që ona ndihni. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi përsëri bashkë këtu në sheshin e Fjales e Mirë, e këngës së bukur në Odeonin tuaj, këtu në radio televizionin 21.
jemi këtu bashkë të gjithë me një skenografi tër glamur që është dorë vendore dhe kjo është bukur. Do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi mysafir tepër të veçantë, do të kemi humor, këngë e shumë çka tjetër. Në mënyrë që ju të kaloni sa më bukur në këtë të shtunë dhe të dielën në mëngjes t'i hapni syt bashkë me spektaklin tuaj Odeon, me Odën shqiptare, që është si gjithmonë që e them, nona dhe baba e teatrit, që nga Pellazgia, Iliria deri më sot. E jemi këtu vërtet në një skenografi tër glamur, glamurozitetin po jashton sonte Mirie me këtë fustan të bukur, me këtë paraqitje. Me këtë krijim të kreatores Nehare Zekolli, të cilën e gjeni në fushë Kosovë, e gjeni edhe në rrjetet sociale me emër të mbiemër, do me thonë Nehare Zekolli, në Instagram dhe në TikTok. E gjeni dhe do të surprizoni prej modeleve të bukura, si kur u surprizova unë sonte këto në Oda. Nehare Zekolli fushë Kosovë. Për absolutisht grimin, për pregaditjen, zbukurimin tonë të përgjithshëm është për kujdes shtëpia e grimit, e ondulimit, Agonita Hair, Agonita Sogojeva, fushë Kosovë. E do kemi shumë çka sonte, do gjëra të bukura. E kaluam edhe një javë me plot gjëra, plot ndodhi edhe botërore në gjithë globin toksor. Me dojlista, pa dojlista. Sigurisht, me listat zgjedhore. Çfarë mund themi prej këtij emisioni, vetëm se mundoheni vërtet, nëse mund t'i gjeni, që t'i votoni më të mirët. E dini çfarë ju them çdo javë, ata që dinë, e që duan, e që munden, se besoni, ata që s'din, edhe me dasht nuk mujnë. Esim pyetje në spektaklin tonë, pa humbur kohë do të vinë. Ato që na sjellin gazin, humorin, përmes humorit të tyre, alegorisë, satirës, artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja. O, zot, s'ka ma mirë se në shpër. Apo, I grina këtë si marë shpëtun. Oj, mek, që shje mek? Mek si princesh këtë. Si të rëndafile kuqa. Që shje mek? mirë falenderit, ju vësjeni. Që dhe ty bëmë mirë. Lema tash, sa me rëmsy Kjo jo ti e bo të rëndafile. që shje? Kule, s'ka spora ato është diçka. Se dia zvet qau bo, zërë që kjo vakt më tranoj. Që kë grep. Që kjo grep e që të senë në tranun kej. Të në të më tranun. Allah hila i pe lojmet. A i pe? I po. Ata si normal. Pa le bre, hishu ty në Allah ile, kryt të pan ma kanë bo. Veç politik, 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 hajt. A mua, di që po më keshët, mëri? Ha, Njerës të ngojt mas politikanë, qysh po ngojnë njerës mas politikanë. Po me ngojt politikanë mas neve, qysh po bojnë anat tërë për vota tëne, a e din që sëd e kishim festu 50 vjetorin e liberalizimit vizave. a di që i ka tonë bleta vëtër nanës vetë. Ju, qka? Mam, tha, pse na nuk kena qeveri dhe parlament? Ja bon momi vetët, se na e na bleta, na bojmë mjalt, nuk bojmë mut. Italisht, ngëm, italisht, parlare, i është me full, Po, mentire është porren. ha, Tash e din zbulimin e fjallës parlament. a di që shka kjo pun? Kjo pun shkon kështët. Një vjetë vjedhe une, një vjetë vjedhe filani, një vjetë vjedhe fisteki, mande edhe Filanovici me vjedhe një vetë s'bat nëme. O, boba jam, fejke. Ha, Nëse e shë një budon në rrugë, për shëndete, se kërsi djetë nashta nesër më në që dhe në qeveri. mua di qa po më keshët mas shumë tip. Po më keshët se kur pikan më ledhjet aty në parlament, adhe, kur po do të me full, si burat, si grot, këtë heshtje, veç rinë kështë dhe kështë këqyrën me zveti, adhe, heshtje, këtë heshtin, masa nej, për njerë, la, si
si qajtë zdit, kur qatë O, që ta kishti për një me kish. O, zat, fort më kishti me kish. Na edhe pa politik që shtu ja bujmë. Po për dalim, në shpe, nëse buri hesht, është mendimtar. Po nëse gruja hesht, atër mendimtari ka të lashet mdoja. Hajde, qa për ishin plokat këtë na here? Për ishin burrat moshkujt. Po, Jënë si kepa. E qiran, e qiran, e qiran. Në fund, ata të shka jetë, të shtin me kajtë. pa di qa thëjnë pleq. A e din kush kur flasin gratë mas pakti? Unë se di. Në shkurt mërë se i ka veç 28 dhe. Po këqiren, edhe pse Zoti, për shamull neve grave, na i ka dhonë vitlat, na i nuk i më dhe i vizatojna. Pa, Na i ka dhënë thëjt, na i premi në gjesim të plastikës. pa, Na i ka dhënë gjëksin, a përdin? Pa. Na shtina silikona. bash ashtu. Na ka dhënë gjatësin trupore, na veshim shtikla mu dok ma të gata. Pa, Kur na vetë nuk jena të knaqta, me dhe të lumtona me ato që na i ka dhënë Zoti. Për kësh janë bre moshkujt me na dashtë dhe me na bët lumtona. pa bre po, veç në ketë historin e njerëzimit, Po? moshkujt edhe jetën e ka një për dashni. Jo më su më në heq, që për Ha, shembol, ha. Valentini, diq për dashni. Po. Romeo gjithashtu edhe ai diq për dashni. Gjeku në Titanic, ai des për dashni. Shë. Herkuli me Akilin, des edhe ai për dashni, desin dytë për dashni. Po. E ku janë gratë këtu? Cila u dek për dashni? Atu jetë për dashni. A peshe që na grot gjithmonë të pak naqta, të pa lumtona, për që ata një dësti jemi, një farë George Sand, thët, egziston vetëm një lumturi në jetë, të duash dhe të duan. Jemi rikëër, në spektaklin tua jemi këtu në Odo, në radio televizionin 21. Për çdo javë kemi thënë se ndryshe dhe nga të gjitha anët e botës ku ka shqiptar, personazhet e veçanta do të na vinë në spektaklin tuaj për të rrëfyer, për të na thënë gjëra të bukura, për të sjellë përvojat e tyre si një pistë e bukur në jetën tuaj të ardhshme. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi një gazetar, një dëshmitar, një njeri që absolutisht ka qenë dëshmi e dëshmitar i epokave të rëndësishme të marë shqiptarisë. Ai vjen nga Shqipëria mëm, nga tropoja jonë. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Zotri Ismail Buqpapaj. Ismail, mirë se erdhe. Mirë që gjithë. Po si e burri dheu? I mirë i fort. Zakonisht e kam si shprehje që më pëlqen edhe mua, tham, po a je farnipi Skënderbeu ta? Jena nipa edhe ju dhe ne, jena nipa Skënderbeu. Nga tropoja mëm. Po tani me jeton në Tirana? Po tani jetoj në Tiranë. Në realitet, po i ke qëndru besnik tropojës, deri, si të themi kështu, në finalizimin e ngjarjeve të mëdha kombëtare. Po, i kam qëndruar sepse tropoja është vendi më i bukur, është vendi më historik, është vendi më mikpris, është vendi edhe më i bukur në natyrë. Në botë. Në botë. Në botë. E po bukur shumë.
Unë ju anonqova dëshmitari e epokave për faktin se vërtet kur ta mendosh të rikthehesh, lindë rrit në Tropoj. Po. Edhe gjimnazin mbaruan në Tropoj. Edhe fillorën, ha? Po. Gjitha e kam mbaruar. Ishte gjimnazi i mirë, i fort kështu? Shumë i fort. Siç themi në Ishte mjaft cilësor dhe ai gjimnaz ka prodhuar me 10 shkrimtar, poet, inxhinier, mjek, me emër në Shqipëri tani. me emra në Shqipëri. Në cilin vit e mbarove, mban mend? Unë e kam mbaruar në 77. Nuk kena me të ndjekne për vite sa vite Jo, i nuk ka ke, po nuk ka në vitin problem. 77. Po. Pastaj shkova Pastaj për kam studime? mbaruar për mësuesi, jam kthy, kam filluar punën në 81 mësues në një fshat në Gysen, në 82 kam filluar mbara mësuar dhe atër kam vazhduar gjerë sa kam filluar punën e gazetarit. Në Tropoj. Në Tropoj. Në realitet, opinioni ynë, ju buq papave ju nje, absolutisht kështu. Në radhë të parë si familje madhe, në radhë të parë si familje intelektualësh, gjithmonë thëmë në radhë të parë, po edhe në vetë të parë, dhe si familje që edhe një ditë e kur do herë ju gjendë kombit në mbështetje, në mbrojtje, një ditë ju gjetë kombit e shqiptarve edhe në pritje, si në shtëpinë e tyre e kështu me radhë. Është kënaqësi që të kam musafir, vërtet, sepse kur vinë këta dëshmitarët që thashun të epokave e të kohrave, dhe ju vërtet keni pas fat të mirë, të vështirë, po fat të mirë që të jesh dëshmitari i bashkëngjarjeve të mëdha në Shqipëri e në Kosovë, në këto 30 vjet e fundit. Na më falenderoj shumë sepse ju jeni televizori i parë i Kosovës që merri një dëshmitar qoftë të pritjes e vëllezër kosovar 98-ën, edhe të 99-ës, po njëkohësisht edhe të luftës së Kosharës. Edhe ndoshta e quaj neglizhencë të televizioneve tjera, që nuk i kanë kap këtë aspekt sepse jam një thesar në kuptimin e mirë fjalës me fat, si kam kap ato momente dhe kam shumë. Dhe janë me 10 orë të pak ekspozuara akoma në mediat shqiptare edhe kosovare. Akoma i ke, e? Kemi shumë. Po kjo është e jashtëzakonshme për vetë historinë, për arkiven shqiptare, që të jemi Janë të jashtëzakonshme. Dëshmitar më të fuqishëm, me vull, me gjërat të drejt për drejta, të gjalla, live që kanë ndodhur aty, sepse në realitet shumë gjëra e kemi pa tuajat. Edhe të lirit, edhe tuajat edhe gjatë ditëve të luftës, se ju keni arrita plot kronika me na dhënë. 2 emisione i kemi bërë gjatë kohës që përbëj luftën koshare, dhe kronikën e parë që është dhënë për Kosharen dhe për luftën e UÇK-s është dhënë nga unë, nga aty nga data 28-29 prill, që s'kishte thënë as një televizor, as botnor, as lokal, as shqiptar. Dhe në momentin që e kam dhënë unë, domethënë sot e kam dhënë televizori shqiptar, nesër ka dalë Xhimi Sheja, zëdhën si i NATO-s, dhe ka thonë që UÇK-ja është e fortë dhe e organizuar. Sepse deri në atë moment, propaganda serbe thoshte që UÇK-ja janë ca organizuar, e shpartalluar, i kemi shpartalluar kështu me... Kjo ishte, dhe ndryshoi shumë nga ana e vizionit dhe të pamjes, edhe politika edhe NATO-s. Në ato filmime tuajat, edhe të tjerëve, ku shkarit, aty shifej një ushtri organizuar, tamam i shiheshin brigadat, armatosja dhe ishte kështu, tamam shihej edhe ishte. Po kështu, si kujton ditët kur vërtet vendoset që kamera juaj të bëhej dëshmitare e luftës, por edhe dhimbjes së një populli të tërë? Shiko, unë thash, e the edhe ti bukur, kam qenë me fat, që unë ndodha me kamerë, dhe sa po kisha krijuar televizorin lokal, e kisha ngritur televizorin lokal të Bajramsurit, që quaj një aventurë për në atë kohë, por që historia e tregoj që ky televizor, për momentin që u ngrit, kapi faktet më të rëndësishme të historisë brenda një shekulli. Ishte hera e tretë që Tropoja priste vëllezërit e tyre kosovar që në 1912-ën, 27-shin edhe 98-ën, që i pritet ne rreth 25.000 vëllezër kosovar. Në 98-ën refugjatët ju i prisnit, domethënë krejt Shqipëria po Tropoja ishte bariera e parë, veni i parë. Edhe shembullin e mirë, dhe i mbajtëm në shtëpia tona sepse shteti shqiptar. Si e kujton atë periudhë? Po ajo me 10 herë kanë dalë lot.
ato skena që do t'i paraqesim në një emision të veçantë, janë të lahtashme dhe edhe sot kur i shikon, nuk mund t'i marrësh lot nga ato skena, ato gratë, ato pleq, ata fëmijë duke qajt, ato të mërë që i kishin pa me synë dhe kur vinin tek ne, shfaqeshin me emocionet e jashtëzakonshme, gati në disa momente edhe nuk ishin normal nga ana psiqike. Po, në Tropoj kjo filloi edhe shumë herët, sa i fluksi i madh. Nuk janë vetëm ditët e bombardimeve, janë shumë më herët, një vit më herët, apo më shumë. Një vit në 98, ne kanë filluar në mars, prill, nga fundi i majit dhe atër me 1, 2, 3, 4, 5 qershor, ato kanë vazhduar vishin nga 2000. 98 flasim. 98. Do më thonë komplet 98-a? 98-a 25.000 të vëllezër motra nga Kosova, i kena prit ne, dhe shteti ishe shumë i lodhur. Nuk ishte organizuar, ndoshta si kishte marrë as masat, nuk e dinte që vishin gjithë ato njerëz. Rendi nuk ishte mirë, ekzistonin gabitet e gjona. Po, problemet e mëhershme. Populli i futin në shtëpia. I marrin me bukën e vet, e ndau kashatën, nuk u turprua, dhe një vit kanë jetuar në shtëpinë e Tropojanit rreth 25.000 vëllezër nga Kosova. 25.000. Po sa banori kishte Tropoja? Tropoja rreth 20.000. Tropoja të 22, 23, sepse ne kemi qenë 28, po u shpërngulet. Çdo familje dyfishoi numrin e... Ishte pra, ishte domthonë mesatarja, ishte çdo person matë një kosovar. Dhe krejt kjo zemra e madhe e shqiptarit. Sa ishte biblike kjo dyndje e dhunshme që ndodhi bashkë si me, po të themi me hebrejt, aq ishte biblike pritja edhe përkushtimi i gjithë shqiptarëve në këtë periudhë i tropojanëve tana. Nuk e beson kërkush, asnjë njeri nuk e beson pa me sy të vet, do ta kamera do ta tregoj pjesë minimale në kuptimin se çfarë skenash, por ato skena janë të rralla, janë shumë emocionale, por janë edhe që t'jep dhe forcë shqiptarisë se vllau për vllau bën atë që s'mund ta bëjë askush për njëri tjetrin. Dhe e arriti Tropoja me e boktë. Nga 40 vete ka pas, për shumë, ditë e para 40 dhe 25 vete ka pas familje që i ka pas mama. U hap në komunën e Tropojës, se ishte pjesa kryesore në fillim që ishin në kufi, dhe u hap në gjithë rrethin. Në mënyrë krejt natyrale, në mënyrë me shumë zemër të i prit. Absolutisht. Atër fillon i sistemuon, masi u sistemuon, ato i fillon shkolla. Atër që nga Vermoshi e derin Konispolm, në vazhdimësi. 99, pastaj vim 99. Po sa vështirë ishte të punoje në televizionin Bajram Curri, njëkohësisht, sepse ju jeni marrë dhe me plot aktivitete, dhe me pritje, me shpërndarje të njerëzve me kështu, po në kohën kur kufiri ishte kthyer thjesht në një plagë të madhe të shqiptarëve. Tash një mësues bëhej edhe gazetar, edhe kameraman, edhe... Unë kom pas fatin e mirë që vllau im Ilje Pushpapa ishte gazetari radio televizor shqiptar, edhe shumë vite më merrte me vete. Paka shumë këto skenat, këto gjonat edhe kamës i kisha mësuar. Ai më tha që blej kamën, ma bleu në Amerikë, edhe hyna në profesionin e gazetarit në mënyrë natyrshme me ato dasmë të gjanat. E krijuam televizorin dhe ky televizor atë erdhi në një moment të shumë të mirë dhe shumë pozitiv për kosovarët. Sepse erdhën ata kosovarë dhe kjo shërbeu për sensibilizimin e gjithë opinionit. Gjithë Tropojën i kena çuar kam me televizor të vogël, po i kena bërë të gatshëm sa natë ditë kur shërbit vëllezërit kosovar. Ismail ka me ta rregullu veç mikrofonin pak, edhe kjo le të rrjedh natyrshëm edhe emisioni, por nuk e çojnë kam veç Tropojën, edhe e çojnë kam ky televizion, po e përdori se e ngriti, e çojnë kam themi, edhe Tropoja edhe Kosova, edhe gjithë botën, se gazetarë nga gjithë bota në realitet vërshun me marrë pamje, me ju vizitu, me pa çfarë po bëni. Në 98 nuk ishe shumë gazetarë nga bota. Ta vinë në 99. Erë në 99. Sidomos mujtë e parë, erë në mujtë qëshorë, nuk ishe shumë gazetarë. Mund kishte një gazetar të televizorit shqiptar, edhe nuk ishe shumë gazetarë. Mas një mujtë, 2 mujtë kanë fillu me arë gazetarë. Qëfar djetë kur patët për herë të parë kolonat e refugjatëve, ju e thatë edhe vetë,
që hynë në Shqipëri me lot, me frikë, me dhëmbje, me fëmijë në krah. Trishtim. Nuk i besonim syneve. Nuk i besonim syneve, vetëm se i shikoj ata, lotët në binin edhe ne, por forca rritej. Pra, nuk ishe kohë me mendu për keq, por kthehe se si mund të shërbesh këtyre njerëzve që ti fusë në shtëpi, ti rregullosh në anën psikologjike, anën fizike, ti ndihmosh me spitalin, strahimin, ushqimin, dhe këtë e bani Tropoja. Tropoja është heroike. Jo si nga Tropoja, po e tregoj. Moj Tropoja jonë e bukuro. E di që edhe mu ka gjenë Tropoja. Me këtë këngë jonë popularizu për herë të parë në botën shqiptare. Po kjo është diçka tjetër. A ka ndonjë ftyrë refugjati që nuk kjo është larguar nga kujtesa? Unë kam shumë. Se ju shoh që keni emocion kam shumë, sepse unë ato janë me dhjetëra, po një rast ditën me datën 2 qershor ishte mbushur plot sheshi para shkollë, ishte mbushur shkolla e mesme e Tropojës pranë të komunës, ishte mbush spitali, ishte mbush xhamia dhe duke marrë intervista kështu, takoj një nanë aty, edhe e pyes më, e tregon ato si kishin nga 4-5 fëmijë dhe i thom, sa vjeç është ky fëmia? E kishte të mulum. Thash 12 orë. E shikoj me vëmendje, si 12 orë, ky ka lind tha në kufi, ku dohet Kosova në Pades. Pra kufiri territorial se ne Kosova është e jona. Mram natën. Edhe ja kena vuajm në Slirim tha. A ishte një gjë shumë e madhe. Ja kena vuajm në Slirim. Dhe ndoshta më vonë do ta dërgoj se e kam filmuar këtë djalin të Slirimit, ishte nga Vokshi. E kam filmuar para 4-5 vitesh. Harrova me ta sjell se po ata ngarkesi kështu. Pra do të jap çlirimin 12 orësh dhe çlirimin 18 vitesh. 18 vjeç. Ishte po djala zgan. Djala zgan. Djala zgan. Sa e bukur. E vështirë një gazetar që edhe filmon dhimbjen edhe derisa dhe brenda vetës ndjen aq shumë dhimbje. Po, aty dhimbja duhet kalu me forcë për të ndihmuar ato momente të vështira që ishte tragjedi. Tragjedi dhe që kishin pa në filma, kishin gjuhur nga të parë tanë, se si kishte ndodhur me vëllezërit të tjerë, më herë tjera nga Kosova që kishin ardhur në Tropoj, që kishin prit. Është ajo ka nga 12 vetë me e vogla shtëpi, pra malësia që po i pret. Ndodhi kjo. Gjaja më pozitive ishim që kishim NATO. Domthonë mendonim që Amerika është me ne. Dhe kjo gjithmonë na bën të fortë përveç forcës që kishim brendshme. Dhe ajo faktikisht ashtu doli. E bukura ishte që edhe kishim punu kogja mirë që Amerika të ishte me ne dhe është mirë ta vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim. Shumë pozitive. E të mos të ndrojmë kurma. Shumë pozitive. Sepse Amerika ka venin këtu, e na e kemi venin me Amerikën gjithmonë se jemi civilizim evropian. Na ndodhi që na ndodhi fatkesi, dikun 70 vite me lindjen dhe e pam që është ajo në... Ju jeni nga dëshmitarët e rrallë të betejave të ushtrisë lirimtare të Kosovës në ato pjesë, e sidomos të betejave të Kosharës në periudha të caktuara. Po, në realitet, kur i pate kontaktet e para me ushtrisë lirimtare të Kosovës? Po, hapja e televizionit me krijoi shumë mundësi për kontakte. Qoftë shoqata, qoftë individ patriot nga Kosova, të OSB-s, të Bashkimit Evropian, kontaktonin sepse kishin nevojë për mua dhe unë kisha nevojë për ata për informacione. Sigurisht. Dhe unë kam kontaktuar shumë ushtarë të UÇK-s, shumë komandanta, shumë heroj që janë vrarë dhe kanë dhënë me jetën për Kosovën. Por më mëmë kam qenë në turizëm nga fillimi i vitit 98. Në turizëm, që le ta kuptoj për ju njërë, është hoteli qytetit, që ju i keni thanë turizmi gjithmonë. Edhe takoj disa, thoshin kanë ardhur disa shok nga Zvicra, unë kisha djalin e Rexhait atje Skenderin, edhe
Ai ishte I lidhur me ato sepse Zvicra ka qenë një... Po tash Skënderi ishte në Gjenevë, bashkë në vendin... Ishte pra dhe domun ata e kryun besimin sepse si kushëri edhe I Skënderit, nërta ishte Salit Çeku, Avdyl Krasniqi është baba I Femir Ladrovcit. I Gjev Krasniqi. I Gjev Krasniqit dhe Ladrovcit. Faridin Tafallari ishte Gjemal Fetao, dëshmori I kombit. Dhe ishte Zenel Apanga, I thoshin, tani e ka Zenel Krasniqi, po ato ishte Zenel Apanga. A Zenel Apanga I thoshin? Apanga I thoshin atë. Sepse do ta kem javën tjetër Zenelit. Kena po një bisedë shumë interesante, ata ishin interesuar për futin e armatimit, kishin filluar me grupe. Kam përshtypjet më të mira për ta. I takove, bisedoni, Bisedum se ku do vendoset armatimi që do të mbërri. Jo, unë nuk hysha në sekrete. A nuk ishin sekrete? Nuk desha me hynë sekrete. Edhe ata, domthon kishin besimin tonë, por më pyetën pak a shumë për pikat kryesore, ku do kalojnë, që mund të jenë më ashtu njerëzit, krahinat ku mund jenë më të besuar. Edhe disa pyetje tjera që nuk thuhen. Po, edhe pak a shumë ku kanë me pas jatakt. I thoni jatakt? Po, edhe ato pika, jatakt, ku do vendosen, ku do rrinë. Ato pika që biseduam atë natë pak a shumë aty shkuan. Aty shkuan. Edhe ku do ngrihej për shembull në përgatitje ushtarëve, që u vendosin në Babin, në Privç, në Tropoj, në Kovaç, në Buçaj, në Papaj, pak a shumë ato pika ishin, që edhe nga përshtatshme, edhe nga ana gjeografike, po edhe ushtarak, që si të mbrojtur ishin. Po më herët kishe dëgjuar për këta luftetarë që shkonin, vinin në Shqipëri, e ktheheshin, I kalonin kufijt të ngarkuar. Tropoja është vend tranzicioni. Absolutisht. Dhe ne zgëzoheshim kur thonë që kaluan me armë. Ishte pak si sekret. Dëgjonit për këtë. Po, një gjëne. Kanë kaluar shumë armë, sonte, janë lodhë sa orë, kanë esë në përpjesh, kanë bërë këto me armatim, I kanë njëmonë shumë Tropoja në mënyrën më të fortë dhe shumë patriotike dhe asnjë lloj interesi, vetëm kanë marrë përsi për barrën e rëndë të kalimit vështirësive. Sa Tropojani kemi dëshmorë të kombit? Po në këtë periudhë janë 22 dëshmorë, që kanë rarë. Kemi edhe jetat plagosur. Po, sigurisht. Edhe në luftë, edhe në kalimin e armëve, atër edhe në minan që to nuk I quajmë, domethënë po pjesë e sherrit të luftës është ajo. Po. Që kanë ra banorët, s'po përmendim kafshët. Absolutisht. Po, pastaj vinë ditët e lavdishme të betejës së Kosharës. Ato janë shumë bukura. E tani pritej gazetari Kamermani do të shkonte. Momentet e para, duhej një leje aty, duhej një leje kalim, ha? Shikoj, unë isha po personazh nëpërmjet televizorit lokal, isha po personazh I njohur edhe I besuar. Se krahas shumë emisioneve pritjes së vëllezërve kosovar, jepim filma patriotik, jepim këngë patriotike. Biles shpeshherë ata banorët e Papaje përshëndesin komandantët e tyre, se kishim një emision ne me përshëndetje me këngë kështu, për ditë linje, për gjona kështu, dhe I fuqin emra, për shembull, unë më mend që e përshëndesin Agim Ramadanin, Rustem Berishën, Salit Çeku, që ishin akoma s'kishte filluar lufta. Më mrapa tash këto emra na ngulën ne. Dhe ditën e parë që shkova unë atje, kishte filluar lufta një 10 ditë. Ishte vështirë sepse duhet të kontaktoj edhe me njerëz që t'jep një siguri atje, atlan apo s'lan, a është sekret, s'është sekret, e ke besimin e kishën ata. Nëse gjeta një ndërmjes, ngjitem atje kaloj nga rruga të një prue aty është para se me shkuën pa desh, aty ishin rojet. Pa dha 1-2 ushtar nga Tropoja që ishin të QK-s, na kaluan atë dhe në kalu të pika 2, kur shkuën të pika 2, jo një komandant aty në ver Maloko, jo si e kishte ai, sheqer Maloko. Edhe nuk lejohet, nuk bën këtu. Thash po jam buri kështu. Thash kam folur edhe me ato brigadës se ishte një burr shumë I mirë, komandanti I brigadës të ushtrisë që ishte atje,
Halil Kuçana. Në këtë moment ishte vrarë një ushtar në pozicionet e UÇK-s, ishte vrarë me top nga Serbt, në pozicione ishte shput ato trashejnë dhe e kishte myt nga Gjakova. Vjen komandant Rustemi, nuk e njihja, edhe i thon kështu. Një burr, një djalë i ri, një bukurash. Në përshtypjen e parë te besoj që regjia po na jep, dukej tamam një djalë i ri bukurash. Tepër përshtypjen e njeriu fisnik. I thon kështu. Duhen, jenë momente që duhen, në hyjmë një histori, tregojmë me luftën për që po bën UÇK-ja. Pra është domosdoshmëri edhe për propagandën në ato momente që duhej, po edhe për historinë që të vinte mbrapa. I tha aty Enverit, i tha, t'jepet leje, tha non stop 24 orë, tha Sar toni. Pra, unë e falenderova, edhe më thonë drejtën hyjmë aty me shumë emocion. Kur kemi me kalu dhe posa Padeshit është në gjitë me kufirin me Kosovën, administrativ. Aty kam dhjetë shumë emocione sepse ne në gjonim radio, njekshim në Prishtinën, kishim lezu historinë, në gjonim baballarët tanë, dhe dëshira jonë më madhe ishte për me shkel Kosovën. Me prek një ditë Kosovën. Nuk e kishim edhe as të predhat, as të krismat, as i gjavë, a jam tokë Kosovës. Pra ishte shumë emocionale. Biles, kena rajes një 5 km, kena gjithë komandant Hysen Berishën, isha krejt emocioni edhe kërë e pysja. Me atër, mora shumë personazhe shumë interesante. Edhe Hyseni djali i ri. Djali i ri dhe shumë aktor dhe shumë patriot. Edhe orator. Orator. Ai të kënaqshëm. Një fjalor të pasur, të përgatitur, se ai edhe ishte ish oficer kështu, tash e gjoj plagosur, aty kishte lidh fashën tu, kishte sa plag nga sifat e asaj. Me hapi gjitha rrugët edhe më kriju gjitha mundësitë për me filmu, me marrë intervista dhe me shoqëre me ushtar dhe ja di për shumë faleminderit atij pse se i ka bëu jo nder vetëm brigadës, po i ka bëu historisë. Po sigurisht, po si ndjehesh? Emocion të shkosh në vijat e para të frontit? Emocioni ishte për mua ishte emocioni sa kam shkel në tokë Kosovës. Ato ishin të gjithë njësaj. Gjithë njerëzit ishin njësaj. Aty vija e parë dhe vija e fundit ishin të rrezikshme njësoj sepse aty ndodhen bombardime shumë të mëdha. Pra, çdo pikë ishte e rrezikshme. A ka pas momente kur ke menduar që s'do dalësh i gjallë nga pjesa ku je fut me kamerën? Tre herë. Ditën e dytë që kam shkuar dhe pas 10 ditësh edhe ditën me 10 qershor që u bëj komandos, kem qenë shkoj me marr komandant Rusemin, me shumë kisha një motocikletë. Shkoja më isha shumë e përdorësaka ajo dhe takoj komandant Rusemin gëzu. Para se më ratë posta të komanda e shtabit, i shoh një 30 ushtar të UÇK-s që ishin kthyer nga spitali ushtarak. Kajt gëzim, gjithë njerëzit kishin gëzim të shpirtënor, ty rrok, ty qesh, ty fol me gëzim. Edhe bie komandant Rusemi, por çu ti ja ditë dhe gjatë gjithë kohës maj komandant. Nuk ishte i rruar. I thash komandant jam marrë me marrë intervistë. Tha po, në përgjigje komandant, nuk ishte shumë dëshirë me dhanë, në intervista po mu më përgjigje. Se si ja kishte dhënë ndrym, më përgjigje domthonë mi ka dhënë intervista se shikoni intervistat e komandant Rusemi janë shumë pakta, ishte modest. Si duket kështu vazhdon. Ja 2 herë kam ftuar në këtë emision, është nga të rrallët që akoma s'ka ardhur. Njëri shumë i zoti, shumë modest. E i thon komandant do të morru. Sot jena dita e fitores edhe do me di se çfarë do të bëu UÇK-ja. I bona presion të më tha, unë jam komandant të gjithë këtyre, tha, ti je komandant dhe me, thash. Komandant, thash, i bukur ki qenë, edhe të bukur do të filmojmë edhe herë në fundit, edhe shkoj më rru, aty ishte një kru natural, po ishte si trashe. Ne po prisim me Hysen Berishën, me Frizë Dashnjevën, me një komandant tjetër, sa të rrui komandante, me ja marrë intervistin. Si ka pangel vetëm një gjysë musteqe këtu, ka ban një predha aty. Predha ishte 2 metra larg aty, 4 metra larg nesh. Ra të një ushtar aty, dhe vdiqë i ushtari, më duket ka qenë kuzhinieri i brigadës. Në sa u qumë, se unë urzova, si që me kam, urzova është në të kur, o po një tymi malë se ishte dheu bjeshke,
dhe pas 1 minutë e gjysmë 2 ka ra predha e dytë. Tani ne du ta kapshim komandantën Rusemin, me kapim me tërhiqna sepse ishim në pikë front në goditje. Ai do se më shku të ushtarët. Të ushtarët e plagosin. Një plagosin i vdi që shkon të gjaku aty. E kena kap me forcë, e kena ranë për aty. Kanë ardhur ajo ti me kadria me gjithat doktoreshin tjetër për mojën heroinat të gjalla. Aty e kam pa që sa trimnesa janë ato. Se i kam njek gjatë gjithë kohës, e kupton, i shërbeni, po aty ishte bash zjarri, pra shkuan aty. Ne troqim komandant Rusemin, ram bru, aty erën ato, morën, dhanë shërbimin atij djalit që u plagos, ky vdiq, dhe ajo është dita, pra pasi ishte nënshkruar në Kumanov, ato hedhen brasër predha. Me datën 9 në mbrëmje, me datën 10. Me datën 10, kjo është me datën 10 qershor është që po ndodh ngjarja. U mërzitëm shumë, pra gjitha gëzim që patëm ne, u mërzitëm shumë që u vra një ushtar, u plagosën një tjetër. Atër ka historien sa të dush, po Kosharja është një histori shumë e veçantë. Unë kam me 10 orë të pa ekspozuar akoma. Është një bukur që është ferri i Serbisë. Është një kënaqëri. Po është ferri i Serbisë. Është një kënaqëri. Siç është Kosharja, çdo cep i Kosovës ka qenë Kosharja. Po, ato e kam ndjek më shumë dhe... Aty e ke ndjek dhe ke qenë dëshmitar. Me pasion. A çfarë ju jep të forcë të vazhdojë xhirimet bashkë përmes plumbave e bombardimeve? Shkoja aty me filmoje, fillova të njihja edhe personazhe nga më të ndryshmet. Bile një nga ato ishte edhe komandant Mehmet Fetau. Ata ja qunin Mladiç sepse e kishte pseudonimin. Xhemal Fetau. Xhemal Fetau. Xhemal Fetau. Xhemal Fetau. Se Xhemalin e kanë quajtur ashtu në Xhemal Fetau, edhe ram poshtë aty filmova atë kikën, poshtë dolëm sipër, takoj komandanti Hisenin, edhe më tha, hajde bu çpap, tha hajde ham bu këtu, ulëm aty edhe me Xhemal Fetau e lam që do bëj një aksion, thaj pas nesër. Tha dhe do të vish me kamerën, do ta filmosh. Po i thashun dakor. Kur dolat pas nesër ishte vra, kishte filluar aksionin më parë ishte vra. U mërzita shumë. Kishte dëshmorësh domthon ka ndodhur që i kam filmuar dhe më brava edhe nuk janë. Ka shumë njerëz nga ato. Nuk janë më. Po. E ndjen sigurisht këtë sot. Shumë njerëz. Ke emocion për të sigurisht. Shumë. Çfarë raporti krijuat me ushtarët u UÇK-s gjatë ditëve dhe netëve në front? Ishte vllazërore. Vllazërore. Ishte më shumë se vllazërore, sepse aty ishte një vend që tani për tani në aty bisedu më vonë mas 1 minutë nuk e di se fatin e secilit nga ata. Absolutisht. Ata njerëz që kanë marrë pjesë ata për mua janë njerëzit më të mirë, një najka e kombit shqiptar. Takoje mosha të ndryshme. Gjithë. Nga 16 vjeç ishte nga Mulliqi, e kam gjetur 16 vjeç deri të rreth 90 vjeç ishte Jasiqi. Jasiqi për rrojën ati, baba, gjyshi i Besnik Jasiqit e poja Jasiqit, që mërë pjesë luft edhe baba, Salihu, mërë gjyshi edhe mërë 2 djemë e Salihit mërë pjesë. Të 2 dëshmorë ranë. Absolutisht. I ke gjallë e ke këtë Besnik Jasiqin. Po, e ndjekim pak? Po, tjetër. E ndjekim pak? Sa vjeç jeni ju? Unë jam 18 vjeçar. Çfarë armë përdorni këtu? Unë përdori topën 75 mm dhe armë tjera çfarë të është nevoja. Keni kohë që luftonin? Kam kohë që një vete më shumë që luftoj dhe marr pjesë në ushtrinë shërlimtare të Kosovës dhe kam dëshirë që kur mos i dam kësaj ushtrie. Sa vjeç tha jemi? Jemi 18 vjeç. 18 vjeç. E përballoni dot luftin ju me këtë moshë që keni? Do ta përballojmë deri në fund. Nga cili zonë e Kosovës jeni ju? Ne jemi nga fshati Jasiq. Jasiq. Ku i keni prindit? Prindrit deri me tani kemi pas në Kosovë dhe tani kanë dalë. Në Shqipëri. I keni takuar në herë ose keni majt në lidhje me ta? Kemi majt lidhje, kështu më thonë. Jo aq, shumë veç rrallë, shumë do njerë. Mesazhi juaj për gjithë rinin kosovarë dhe rinin shqiptarë cili është?
Mesazhi për rinin kosovar dhe gjithë rinin shqiptar është që t'i bashkohemi ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ta përkrojmë ato deri në fund. Pra, këtu jemi në pikën ku besniki vepron me trupin, por vepra ti dhe bëjaria dhe trenia ti nuk kanë të ndalur. Pra, duhet të marrim mësim gjithë nga ky. Ky është edhe njëri ndër të partë që ka sulmuar rastin e Kosharës. Domethënë ka sulmuar në pika bashkë ku në kund caftuar dhe domethënë vepra ti është kryer më të 100%. Pra, besnik jashtë që është, përndryshe kika. Pra, duhet të mburrim me këtë djalosh të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në gjithë se moshën e re e ka, edhe në rtrit e ushtarëve t'juj, vëmëtaria e tij që ka lavdueshme edhe për të vënë në evidencë si luftar i mirë. Pra, gjithë rinia kosovare duhet të marrë mësim nga ky djalosh dhe ta ndjekin të gjithë rrugën e tij deri në çliриmin definitiv të Kosovës. Besnik, ju urojmë suksese. Faleminderit, gjithashtu dhe ju. Jo, për mas, për mas. Për trening të lejmërove. Për trening pranem. Në shenjë. Jam ti me gjop. Unë me gjop në mëse ndu ushtarak. Trajtim patushës kik. Dhret një kolon e armikut. Pika 3. Zjarë! Goditja mrekullueshme, të lumë, përgatit e tjetërën. E tani që është dëshmor, a? Që është dëshmor me gjithë lau. Ajo familje tregon se shqiptaria, kur e vendos me vdek për dheun, marrin pjesë nga 3 breza, jo një brez. Brez mas brez. Edhe jo një djalë, por 2, 3, 5 me radhë. Kështu rasti kena pas sa dush në Kosharë. Paka shumë, e kisha pyetje të radhës, i kujton bisedat me këta dhe mi the, me Xhemalin e kishte lënë që ta të shkosh në betejë bashkë me ta për t'i filmuar. Ishte si biseda e fundit, a? Hanëm dreken aty, e kam gjiru ma dreken, edhe e bisedum, ishte një burë, ishte me kulturë të lartë, ishte shumë vllazor, shumë i butë, shumë i zotrin në luftime, shumë trim luftime. Ishte luftetar jegër, trim, e shumë i butë si njëri. Shumë i butë si njëri. Bisedoj me to, më të knaqë shpirti. E lamë dhe mu më ngelli shumë marak që s'mora pjesë, sepse ata nëzit aksionin e kryen më shpejt, për punë të kramarjes. Sigurisht. Edhe dëmo një ditë unë e shkoha me vënes, edhe a ditë që shkoha unë e ishte vra. Agim Ramadanin e ke takuar? Jo, Agim Ramadanin se kam taku, po Agim Ramadanin
E kam njoft me, si emër e kam njoft, që 98-ën. Ishte shumë i një gjumë, ishte njëri me diapazon të madh, kuptohet i përmasave intelektuale kombëtare, me shumë profesione, po mi gjitha ishte patriot. Ai e kishte vendosur me vdek për Kosovën, ashtu u bë. Vetëm një gjë them, si se ka pak Agim Ramadani Kosovën e lirë. Saliçekun? Po, Saliçekun e kam takuar në 98-ën, këtu, u vra dhe ai shpejt. Saliçeku se ta u vranë mëna 4-5 një tjetër. Nuk ishte shumë ushtar në UÇK-s në brigada në Koshare në fillim. E ka nisë me shumë pak njerëz. Ato është rrit shumë. Cila ka qenë skena më e rëndë që ke filmuar dhe që të mbetet në kujtesë? Shiko, aty kam shumë skena, po sidomos të ushtarët e plagosur janë shumë të vështira me i pa. Tëse disa kishin marrë ploma në trup, disa kishin marrë pjesë nga predha ato dhe ishin deformuar dhe si njerëz. S'kishin shpirt, por kam gjana që nuk i kam zjerë, akoma nuk kanë dalë. Shumë jetë njerëzit kanë shpëtuar këto doktoreshat dhe ai doktori, edhe shumë jetë njerëzit kanë shpëtuar edhe spitali Bajram Surrit. Do ta e keni fragment aty një djalë që në sallën e operacionit ta kam dhënë. Ai operimi ishte shumë i thellë në kofsh, i kishin bërë narkozën shumë të madhe dhe përsëri e një gjonte narkozën dhe shtëgonte dorën dhe ishte ajo i atyt ishte i Kosovës. Ishte dufi i Kosovës, domethënë edhe me plagë këtu do shtrëngohen për liri. Ushtim që dëgjohin çdo cep ta bëhet, e vështirë me realizu edhe dokumentar në kushte lufte. E donte koha. Në qoftë se do ishe patriot, du të realizosh në momentet që isha. Po sigurisht kishe. As nuk do të fuqe mendje me shit kaseta, as me shit filma, se ato kërkoheshin shumë. Unë do isha po pasanik me. Po ti kisha shit, isha po shumë miliard tjerë. Pra 2 emisione janë dhënë brenda 2 muaj. 2 emisione televizive direkt për Kosharën. Po. Dokumenta gjithë materialit i mlodhën, i adhash vllaut, vllau kishte avantazhin sepse ishte gazetar në televizion shqiptar. Iliri. Vllau është vllau i madh Ilir Buçpapaj që nuk jeton më. Dhe për ata që s'jetojnë më dhe për të gjithë dëshmorët e këtij vendi nga skena, nga studio mu ju dhon veç duar trokitje për homaz. Po si e kujton bashkëpunimin me Ilir Buçpapën, me vllain tënd? Shiko, unë kam pas fat që jam vllai i Ilirit, se ai u bë një prind i dytë për mua. Ai na hapi rrugë gjithë fëmijëve në kuptimin e diapazonit dhe të armës, Konguli që gjithmonë të hesin përpara, gjithmonë më larg, jo më afër, por më larg shikonim. Më afroi me kamerë, punum 10, ai ishte telegranist i Tropojës, merrte me vete. Edhe ma futin kamerën në qef, 92, 93 ma bleu kamerën. Ato hyna në profesionin e kamerës, që ishin atë kohë dasma. Mësumësi që u bë gazetar dhe kamerman edhe regjisor besa e... Atë u bë me zora e punë se të mësën punave. Absolutisht. Kur i shikonit luftetarët të rinj të UÇK-s, duke luftuar për liri, çfarë ndjejes tash si mësues, si gazetar, si kamerman? Krenari. Edhe thëmë që du të jenë më shumë. Du të ketë më shumë. A ju ka ndodhë të qani pas kamerës? Po sa dush. Shumë herës? Shumë. Si e prisnin refugjatët kamerën tuaj? Si një shpresë që bota do të shihte dhimbjen e tyre? Denoncimi i tyre, ata bënin denoncim shpirtnor, nuk rrenin, e thonin ashtu si që kanë pas, si që ndjej, kishin vujë shumë, kishin pa të merën, kishin pa djegën e shpive, masakat, prerje në gjuj, prerje në vesh, therje, të gjitha moshave, esin në përmale, një nanë majke 7-8.000, imagino të ashtë në gjithë është një majë të vjetëve të Tropojës, 2 metor, 4 metor, pa hangër, pa pi, me atë presion, me atë stofë, se nuk ka qenë asë koha e mirë. Dhe vinin aty, kur vinin në gjithë mlef, po të u qitësosh nga ana shpetnore, se pas ka dikun, pas kin vlazën që për na prisin. Dhe tu menim krenari, pra me gjithë Tërpoja u mobilizu maksimalisht. E ka bëhatu që s'mund të boj shteti, që s'mund të boj një askush. Dhe dha shemë në gjithë Shqipëri.
Zotri Bush Papaj, a mendoni se dokumentarët edhe pamjet që i realizuat ju në ato kohra, sot janë një arkiv i gjallë e historisë shqiptarëve? Po, jam i bindur që këto filmime dhe xhirime që kanë bërë në atë kohë, jo vetëm sot që do të përdoren, ato të përdoren për shekuj. Dhe do të jetë një shembull se si ka ndodhur vrasjet e këtej, po mikpritja e këtej dhe qendresa e kopit shqiptar. Unë këto ditë po përgatis jam të punuar për përgatit një emision. Do t'ju japë se ju jeni patriot, vërtet jeni patriot. Radio Televizionin Isteni? Po, jeni patriot. Edhe televizor shqiptar, pasi të shikoni këtë, do të shikoni një pjesë të historisë të kombit, po edhe një qendres, një bujari, një trimëri të tropajanëve. Të tropajanëve? Tropajanëve që nuk ishte mbështetje nga shteti. Kishte edhe banda mbrana, rezistoi populli. Ju rezistoi të gjithave? Po, për krahun luftën, i mbajti mbrana këtu, prej të dy lloj refugjatësh. Ne kena tash përdori këtë refugjat. A dy lloj refugjatësh, ma shpjego të lutem se është interesant, ha? Tani filluan në 99 filluan bombardimet e serbëve për të larguar gjithë popullatën e zonës kufitare. Ne kemi rreth 50 kilometër. Që nga Ujeza gjerë në Zogaj. Ta largonin popullatën që ishte vendase tropojane nga aty, sepse bëhej rrezikshme popullata, edhe për të bërë presion, edhe për bon disa inkursione ata. Me bombarduan, janë vranë 4 civila në fshatin Kasa, në Salla, dhe u zhvendos popullsia. Tani, ne kishim plot me Kosovarë, kishim nga 98-a. Tash 99-a pranvera, 99 u bërë shumë e vështirë, tash se filluan asarimet e UÇK-ja atje, bombardimin që i bëshin serb dej, popullsia e Tërpojës u zhvendosën brenda. U fut qytet. Qytet e në përfshatra. Tani, përveç kësaj, u shtunë se erdhi dora e dytë e vëzë Kosovarë nga bombardimet, fluksi i madh. Fluksi i 1 milion. I 99. Shkonin të nana Shqipëri për të shpëtuar, për të gjetë shpëtimin, sigurisht. Si që është menduar gjithmonë dhe kështu ka ndodhur. Ku e gjenë shpëtimin fëmija? Të nana. Të nana. Të vllau. Të vllau. Normal. Faleminderit shumë, jeni dëshmi e kohës si që kam anoncuar që në fillim, edhe keni gjërat bukura, besoj do të na jepni, nështë pak e nga pak, po do të na jepni. Do të japni. Pastaj, kur të na jepni ju, na mrin disi edhe i fusim në arkivat tona, se akoma jemi të mangët në të dëshmuarit e luftës sonë për liri, në këto kohra kaq të reja, që me gjithatë e dëgjojmë pak Hysen Berishën se çfarë flet në një moment të lavdishëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila Sërbët, Jugoslavët, Slavët e vërar, sa aty kishte edhe ruse çfarë, po i varroste ashtu siç bëjnë simas konventave të gjitha ushtrit e rregullta në përbot. E djekim pak? Po. E djekim, faleminderit që na. Edhe këtu pikërisht këtu ku neve po përpiqem ti varrosim këto kufoma. Tash ka për plus në pris, po zhvillohen luftime dhe ka mëse 20 minuta që është një pauzë, por në vazhdimisht të qenë në granatimin serb. Shifni këto gropa, gjithë prej krellave serbe. Do thot na bëjmë veprime humane, ata veprojnë poshtë mbi ne. Ato që kanë bërë këto mbi djemt ton, ato që kanë bërë mbi popullin shqiptar të Kosovës, masakrat që kanë kryer këta në Reçak, masakrat që kanë kryer në Drenicë, ta meritojnë ma keq. Këta meritojnë njërën mash njerëzor të trajtimit, por fatmirësisht na nuk jemi njerëzor. Unë do t'ju tregoj një dokument. Ky djalë kërkon tjetër trajtim. Për këto duhet bëhet tjetër hakmarrje. Kjo është masakra e Drenicës. I kujt është ky djali? Ky djalë është i nënës shqiptare. Shqiptare. Unë nuk e njoh, e mbaj këtë fotografi. Po. Këta meritojnë tjetër trajtim. Por shqiptari pra? Por shqiptari edhe çdo njeri normal, çdo njeri civilizuar që njeh paktën një kulturë që ka, nuk e bën atë keq trajtim. Edhe po shihni edhe vetëm apo me ballafaqohen me varrosjen e tyre, edhe me kushte shumë të vështira, edhe shihni çfarë herë ku tërbon këtu. Kështu ku tërbon i gjithë mali. Populli shqiptar është një popull i fisëm.
me virtytet e larta njerëzore. Në këto rudina plot bare të butë djeshti, në këto zabele me lloj-lloj drurësh, kanë mbetur këta mjeran. Luftëtarët shqiptar edhe në këto ditë të përflakura nga luftimet gjejnë mundësinë dhe fisnikërinë për t'i varrosur armiqtë e tyre. Zotri Bushpakaj, unë falenderoj nga zemra për punën që ke bërë. E falenderojmë atë që nuk është më e që në realitet tingëllon në mendjet, në shpirtrat tanë si një dëshmitar i fuqishëm, profesional e profesionist i lirin. Unë shfrytëzoj rastin që ta falenderoj edhe një njeri që në vitin 92 sapo kemi ardhë në Shqipëri, në festivale, në televizion, kur na kishin lënë këtu pa radio, pa televizion, Skender Bushpapën dhe i dorë trokas bashkë me të gjithë të dy ata. Pas gjithë këtyre sakrificave, frikës, lodhëve, kujtimeve, të luftës, çfarë ju dha më shumë sot kur kujtoni vitin 1999? Shiko, sot unë në një krenari që kena kaluar atë situata shtë vështirë që ndodhë herë në 100 vjetë. Kosova du t'jene vëmendshme dhe kujdesshme. Kemi kaluar gjitha këto vështirësi, nuk du t'i harrojmë. Këtë përçarjen bëb luftë politike, po je përçarje. Kujdes, kujdes, kujdes. Të dhem kjo përçarje? Më dhem shumë, shpirt. Do t'a dëmtojnë Kosovën. E kemi Serbin aty, ne i monitoron gjitha lëvizjet. Në pritje? Në pritje. I monitoron dhe lëviz gjithë kratë. 24 në 24. Pra naj duhet të farim shumë. Politika duhet bërë për pluralizëm, po brenda norme dhe ka një farë standardi. Absolutisht, për plotësuar mozaikun e zhvillimit, të ecjes përpara. Kosova po përçahet. Nuk duhet përçahem, vëllezër, mos harrojmë, para 20 sa vitesh na kanë ndodhur kjo. E prapë kem te koka ajo. Ti bojmë punë kada, të ngjojmë linjën e Amerikës e të Bashkimit Evropian. Bashkohemi këtu, po ta zgjedhim një kryetar, ta ndjekim ato për sa vite ka mandatin. Të bëjmë zgjedhje të tjera përsëri, po gjithmonë brenda kushteve, pa kaluar në agresivitet dhe ekstremizma të këtill. Kjo më frikon shumë. Në punën tënde në jetë, dikush ju ka suportu juve personalisht, ju ka mbështet. Ka do ta falenderoje në një intervistë të këtill? Prindrit. Secili ka prindrit e mirë. Por a gjama kryesore ishte prindrit se në radhë parë kërkonin që mos kem probleme shëndetësore, edhe dytën të mësoj, të ndjekim shkollën. Edhe ti jem korrekt, mos gënjejmë, mos prekim aty ku s'duhet, edhe gjithë bamirësi, bësh bamirësi, kur ke mundësi. Këto më ka shoqëruar gjithë jetës dhe më ka dalë marë. Si absolutisht këshilla nga prindërit, që ka nisë që në fëmirin. Ajo rrugë më ka jesë mirë. Po familja jote e ngushtë përbëhet prej? Familja e unë kam 2 dje me një vajzë. Për fatën e mirë, domthon të dy të mëdhejt kanë marrë shkollën e lartë, po u kanë dalë loto në Amerikë. Djali dhe vajza janë në Amerikë një rahat. Djali e kam në Angli, djali në vogël, me letra. Dhe më të shi, ne kena ngell për largojmë gjithë fëmijët. Kush jeni ne? Ne të dy si prind, po në përgjithësi shqiptar. Zonja juaj ka emrin? Flora Bushpapa. Po kush ka hjek ma shumë një jetë ma shumë me ty se sa ajo? Të ka suportu, të ka arsitu për këto? Më kam shtetë shumë. Të kam shtetë shumë? Shiko, vetëm kër ishim luft, kisha 3 kalamaj më atër. Çdo moment mund të vriteshe, gjithmonë më thonë ke kujdes, maj me në fëmijët, por du të shkosh atje sepse ti ke këtë mundësi me u dhonë ndihmën kosovare dhe du ta bëjsh. Edhe du ta bësh. Kështu ka qenë mbështetje jashtëzakonisht e madhe. E duhet trokasim e përqafojmë për këtu s'kemi. Faleminderit. Zotri Ismail Bushpaka, ishte kënaqësi sepse sa mysafir. Na të thënë gjëra të bukura, unë kam shpesh e përdori fjalën në një emision, nuk është të thënë për të thënë edhe për të dhënë të tërën. Jo. Sepse në vazhdimsi presim
Presim të nxjerrim nga ajo arkiv aq e fuqishme, e bujshme, e pasur e juaja që të na jepni akoma, sepse ato janë edhe krimtari juaja në realitet, sakrifice juaja në shërbim të kombit, të dheut, jo diçka vetanake. Për mua ishte e jashtëzakonshme që të kisha Musafir Bilet, kam prit ka herë. Ne të përshëndes sinqerisht të përshëndes me gjithë zemër dhe do t'jem një mik i joti personal, po edhe një mik i emisionit tonë dhe ja ke hap derën vetes për të dhënë shumë materiale për të tërguar edhe opinionit edhe kosovar, edhe shqiptar, edhe bark Europës se çfarë ditë si ka kaluar edhe çfarë ditë heroike ka kaluar kombi shqiptar në vitin 99. Ty të faleminderit shumë, na ka dhënë edhe emocion, se ta shohësh një burr tropoje se ju kështu e keni 2 metra më lart, megjithatë me lot në sy duke evokuar kujtimet për luftëtarët e lirisë, për ata të rënë. Edhe që në realitet ajo i ka ra krah për krah në front, se me kamerë. Atë ka ndodhur ta hudhish kamerën ndonjëherë që ti shkosh në ndihmë? E kam thy kamerën, atë ditë me datën 10 qershor, e kam thy kamerën. Dhe kam 2 dhurata që i ruajm domon në familje, kam kamerën që kam filmuar xhirimet edhe vëllezërit kosovar, po edhe të luftës që e kam thyrë dhe ruaj një kostum që më ka thënë komandant Rustem Berisha, kur kam shku, ditën e parë kam shku civil, atë më ka thënë vesh kështu se Allah ftoft, domon ai është më mirë. Më mirë. E falenderoj shumë komandant. Ai uniform të ka bërë luftëtar të UÇK-s. Je veteran? Jam veteran. A je veteran? Jam veteran. Duhet ta falenderoj komandant Rustem Berishën, shefin e shtabit Anton Çunin, zotin Fatil Harxhonaj, e shumë komandanta dhe ushtarët e tjerë që janë gjallë, që për mua janë heroj. I takon kur vjen? Që për mua janë heroj, u takon, janë burra të mirë, janë të ndershëm, janë kombëtar, ja vlen që të ketë Kosova qoftë në drejtim, po edhe në mesin e tyre. Është mrekulli që i kemi të gjallë generalet fitues të luftës. Është avantazh shumë i madh. Është avantazh shumë i madh. Generalet, unë kam dëshirë ta shpreh këtë, ta potencoj sa më shumë generalet fitues të luftës. Për të na rrëfyer betejat e tyre edhe luftën për liri e cila solli lirinë e Kosovës mas 3000 vjetëve. Që e bëri UÇK-ja, NATO. Mrekullia është që bëm aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e me NATO. Ismail Vitfapaj, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që kisha Musafir. Faleminderit. Jemi rikthyer në spektaklin tuaj këtu në Odeon. Diçka historike për boksin shqiptar. Vjen kampioni i botës në IBO, Jurgen Uldedaj. Kampioni i botës në IBO, Jurgen Uldedaj, rikthehet përsëri në ringun legjendar në Wembley për të mbrojtur titullin e botëror kundër amerikanit të pamposhtur Musin Kashon. Me 30 maj 2026 ftohen të gjithë shqiptarët që të shkojnë e të shikojnë krenarinë kombëtare, sepse në Wembley do të organizohet meqi për mbrojtjen e titullit kampion nga Jurgen Uldedaj kundër kampionit, kundër bokserit të pamposhtur deri më tani Musin Kashon. Eventi organizohet nga Boxer dhe do të transmetohet live në BBC iPlayer, duke vendosur këtë ngjarje, këtë përballje në vëmendjen e publikut mbarkombëtar. Mos harroni me 30 maj në Wembley, bokson krenaria kombëtare, kampioni i botës shqiptar në IBO, Jurgen Uldedaj. Më ka hinu uj. Nes mja bu si Miria me shkullën të qenë në hore zekulli. Në është ta ma kip, mas gjenan të qysh. Miria i mirë. Ola, shko shtirë në Fushkosove gjenë. Viki. Oj, Miria, Fushkosove, të vështë Fushkosove për rente. Po. Oj, Mirie, ma e mirë se krejte. Kyna i mi, qyshti mure mente.
Nuk mi mor perenia. Jamër prakashtica. Se ndikoj ajri, ma shumë se mi trëvica. Bob, ju njoftu me një thamën. Në fund, ju më ro me kërinda ku. Apo, a? 2 sene mi ka thonë ta kem parë. Qa? Ose do t'jem gruaja jote, Ose? ose do t'jem arsyeja që gruaja jote të njete ko me ta kontrolu telefonin. Bob, në këtë gjest i ka një zemë. Njoni gjest nuk më ka pëlqy. Cili ashtu? A mujna tha me hangër një dark me familje. Sveckis. Thashaj se po dalë, dola me meqt. Me pa, bab, sa të edukum, sa të ngritur, folqin me gramatik. Këta të metë s'mu do këshin kur gjë. I këshin joftë ma ti qa po të vynë? Kur ja kanë fillu dhëndër, urime, dhëndër, me qëfar merresh? O, Bob, goja mjallë që të ke me gjve. Qa mi thonë, a Bob? Vesh mu ka kujtu njerë, jam investitor me rrezikshmëri të lartë. Ajo vjera e shkona si lapa. Qëfar konkretisht? So një thësh, a Bob në Evropa, Bob këna lujtë shumë. Skori Evropa, në transport që brika të gëzdojë, jam investitor roja. Kështu me ndërtime, thash po me ndërtime. Me sa tu? U krydaka, si që ka i shpe, i blej 2 litra në gjyrë kaltërt. Typi nalë se na shpine kena pakulm. Veç i zëlimin e kena. Te luj Bob në gjyrë kaltërt i zëlimin krejt. Krak. Kur u dal nona jashtë, o, ku djali jem, pse i zëlimin e kaltërt më do kështë? Oj, non, thash i kam kusheret në Evropë. Kur ti në Google Maps, thujnë kusha pas ka pishinë në nalë. I hanë boki, që të të gjumi nuk e nëzëm bo. Se që të Google Maps të pishinë në nalë, të pas ka privat. Se për një me shumë kom bo për kushereve që se unë shumë më kanë dalë pi hujit. A pse ashtu, qa ka do? O, Bob, i kum pru në Prishtin. Edhe? I kum morë pi katunit, i kum pru në Prishtin. Po? Kum qyrë mi integru. Po katunin s'po mu imi anëzirë pi lukët. E ja probleme. A dhe mire me të takshtë. Ta është gëni kush një natë i tira në darkë. Shtrinë, okej të në qëtu, hojlen. Ta është kushere, dini që ju i një generata e fundit e njerëzve të kësek në familjen tënë që ju një dërë e hotri bobës. Në të këni të e neqëm. Kësnimi malë? E cili një një dërë me kalzu tatun. Se ka orën Prishtin ka bu tatu. Ta është kush më ngop linë, nuk bë tatuja. Që ashtu është Bob. Kër e ka qelë kënina, e kish boj lahutën e malësis. O, vesh më ka kujtu vici njerë. Vici? Që ki kusherini jeme ka pos një veç. Kër e kon vici vogël, kjo e ka rejtë më boj mi boj një 2 vjetë, që e ruj ke mësë mi hangër qendë. E kër e shiti vicin, e mërë parët, ta një hangër qeni parët. Që që hangër qeni parët? Po ka shtu në basture, e ka shti qeni me në zovenin e parët. Qaj qeni në një hangër parët. Për ta, gjej, Bob. Që kjo ku ka i qeni me nonën? Që e ka posë nonën me veti. Që kjo e ka posë nonën me veti. Bob nga në. Që e femna që këmë dole atë natë në dorkë me mishë, më thirin telefon. A petë më thy shpirtin me më prek në emocion. Se dike, Bob, që atë nerve në emocionit e këmë këput më të jënë, Bob. A kem ri mirë shpe? Thash kom ri. Vesh do është ta me ditë edhe jam të pyt vetën, ku ke jetu ti dhe i tash, që s'të këmë taku ma për para. Bob, në modest. Thash që shkëna për Evropë, që në Kosovë, Prishtinë. Thash ngëm ti që kam jetë shumë familje mireshe, por nuk je për mu. Po jo, Bob, e që këshyrë me njemet njëftu me prende e s'dvinë sana, Bob. Po jo, Bob, mu më dët një asit që ta qëre djoli mirë, unë e po t'du. Ti dil ka dush. Ku ti krysh ke dil. Ja s'ma lëpë shumë ti. Po ka dalë. Nëse ti këthejsh të unë e di që po ma din vlerën. Qa ja da
shqiptari dhe në vdekte në gjallim hakun do të marrim bashk morëne Dergut pasha morë dërkut ka qanikun mos e gut e lene rehat me rushtërine këthe unë prap pas more zagar Dergut pasha morë dërkut ka qanikun mos e gut e lene rehat me rushtërine këthe unë prap pas more zagar Du mu të nëjmë pasha zute. Po na vje kalemi me sajiti. Hajde, se kum hongër kip. Që shini se kum hongër kip, s'pja vit në ngat. O du më të ranu nëjmë pasha një Allah. Pe kjepve? Jo, Po për i kujna? Po, di më ka zute me shkullë si e mërë burë. Po? Bëllë budolë jam për të sene pi vrejë mërë. Pasha zute. Po të mërë këtë popull jemi priru, mi votu vish budolët. Jo, pse? Qysh mërë pse? Po këshore më kësha bo minister, për që ta jela këto. A me të qiko, a me të. Po, një Allah. Këshore ka ne keni votu, këshore farajvoni. Këshore me stil të kuvish? Këshore, me stil. Këshore wana. O, zëtë mërë, a i thunë po. A peshe kitë po, po s'ka të jikë. Këshore wana e mu. Këshore këta ministrat duke në mirë, kështu po. Këtu janë krejtë thotë, këshore shka më, këshore më të një, mërë zëtë e që ka shti jatë? Këshore, po me ditë për nëjmë, këshore në posë një Allah, Një moj që në drejta shka? Ma që të rëpak, ma ndritë shumë mirë, këshore me sa mirë duket, Allah i lavesh për mes po mes për vëtujna, këshore, qilë maqina, po pëshile mërë Allah e të rafë, o minister, pëshile se orë për një, ngre për pita, dinë. E ka harrum njeri? Këmë rrugë jam të menu për po, për këtu rodhëm djelë në. Të menu për po! Edhe 4 vjetë, për s'ka më poha nena, për një bjatë të këmboj. Po unë që në shtot, deri në nëra 12 menu për po. Deri në 12? Po të notës. Notës? Po. Jo, la këta në e ta, politikaj dhe pitet vetë dhe në 4 menuin vish për barkë. Po. Rëpe për pjetë. Po. Me hangar me pjetë, sane qofe për pjetë si investojnë heq. Ja. Ja, ne bëshe ko për për Ki 4 që në vëjnë disa gjumë, dolin ka dhejtë, ta në menuin vish për falerka. Cilin hotel me shku. Cilën për mërshën edhe vila, me në herë ka njës kjo po, për mu. A pishekë, ja? O, nej mu, pa ju më rritë mërë me tonë. Morat vëre më të shëripek që në bonë. Po qa me bonë? Shura kësha po minister tash. Po për paru? Unë premtoj ke? Ka hec? A, di që më ke premtu? Po. Po, shkam ke thonë asfaltin tash trej? Asfalt dhe të dera. Qërë bësa mirë pa full, din më ndritë poshtë një zëtë. Kesh pak? O, dhe të mira ka gjitë dhamë, o, nej mu. O, pa, a di një dhamë që konkrete ka post fell, i theshin shaj dhamë si, që shte hangë që e misin mirë, dhe me shtot, e vilke, të nona. A petë se pas ka thy rekordin, 10.000? Noltit, 10 poshtit, 20.000. Ja, pas ka thy. Këta si këm rregullu, veç këta nartë, veç puna qeri pubë, thënë që po vjedhë. A din matematikën dhe, po në elë shumë për e pasha zëutën, a di ta bene shëmzimit? Ju se di, se me dit, thoi na mytë të na vjedhë. Kaka! Mos me ditë ku ka budol, unë jam gjerdop me popull. A din me në qenë para popullë që të pini zëqit dhe nish të prapës ne? Jo nuk di. Që? Që shka pritet për ti për ne? Për natë këj bëvakja. A për goj, kështu miro, kur të vjen vokti me vëtu këta folin, me qitë goj ka përmtu ka më ta bo asfalt kret. Këta shtrej, unë ka përmtu edhe vecej publike, ka tho ka me të bon. Këta më së të i bon shë vecej publike, pa hajde ha kryo nevojën që tu. Ja të pritë nëse bashkë me na imi ka me thonë. Këta se kanë gojle na imi. Ja, këtë rënë së dush. Si t'ja që që votën knej, hen knej, që lubira i ka. Knej, hen, knej del, se ka gojle. Veç i sholla na im, nuk e që knej mos se s'ko ka me dojnë kërë. Edhe një sëmë të thamë, kiku detë, puno për popull më srejnë. Natë e ditë. Knej e ke haru qelë, mirështë. Vish me po me haru knej për mas, me shku ka gjakova atje të adreshi. Atje në dzoj me shku, as vetë. A mo që dhe për poshtë, e kom haru se kom morat asistenten.
Se a jam regatshëm. Ajo kujdes! Ja, që ti ka me sekretares me keq. Kam ke premtu? I kom premtu, edhe që ato kam i premtu gjitha, deri vjen mandati tjetër. Po. Specat, kena mi omil, në sere. Specat qika që keni mi morë. Jo, më qika që në mësu për qika që mo. Kumpirat, kena mi omil, edhe ato, sa të muni me hongër. E që ke fjallat të specat, edhe kena mi avadit me shlaf. Qore, pi partive tjetër, den qika që kena hongër me na imi specat. E tako? Tash, ditë me sëp mi brëllë, se për den që të jena mësuna, djekë se pa djekë, se për bimë po më një qysh. Veç den që ka, rano, si shola e bot. Jo, del bol, dhe që të se me edhe këne, u teper. Miro, na e veç erda me të kalzu modelin, se qëfar modal për vëtoj më rëbot. Ja. Qërë, shumë mirë. Mu do këtë mirë. Stilin, premtimet, krejt. Që këto ka arru, po shkujmë. Veç edhe me të kalzu që dost jem, abo minister. Apo, e po shkepja hoj dark dikun. Apo, që kja dark, jetë mos e qetse? Jetë to e qetse, se po moni më të mësë po vijma për të zjedhje. A për të zjedhje. Se të ishta me thode të shka. Ato, tash, po majme që kena me shku në zjedhje, tash ato që kena dhonë ka 100 euro, tash edhe ka 100 kena me aushtu. 200. Ta kena me auritot e nëzjune, ti kanë mund 150, ta kena do 100 nga 200. Edhe në deti kam ju qu, ku po donë me të qu? Në Antali, apo do në Dors, apo do në Mlur, apo do në Ulqin, zgjellë në ku po doni? Veç votën me në avoneve. Veç mes me harru. Jo. Vecen publike e ke premtu. Ato gjithsesi. Pasha zote nuk e banë që kë kamjaronin, ke me orë me të cakot të dera. Ska nevoj se bëjnë politika to. Të po gjitha kanë bote, kanë bo grunë. Ajo në në forë që duhet. Programu. Na ima të përshëndeshëm. Që do me orë me hangër dorë, kësi ta krysh, hajde. Ti pe di ku orë me atë. Atje. Se mos në zonë. A dhe shimi na em. Vaj premtimet. Kësmet. Ato veç votën në japni. Sigur të keni. Hajde, edhe e manë vëllohë, po ku me mojtë kotra e tete. Sigur të keni, sa të gjone qësia, sigur të keni. Te motën me budalak, sa ma shumë budalak, ma shumë ma do të ma.
filozofia, s'ka zonë veshja, o s'ka është burnia. Se për juve, s'ka filozofia, s'ka zonë veshja, o s'ka është burnia. Zyra Thete Gashi Zyra. E pra, spektator të nderuar, e ju, telespektator të nderuar, kudo që jeni, në Medvegj, në Preshev, në Bujanovsk, në Kumanov, në Shkup, në Prapastic, në diaspor, aty ku i thonë bukës buk, pasulit pasul, speqit speq. Mirë se erdhet në emisionin më të shiquar Odeon! Ej! Po ku e gjete, bashkë mu do në me ma marë punën, ku more rolin tem, pse s'pe mërët një femrës? Merë për shemull, hajtë merë të shkurtës të ronje tona, pse rolin tem bashkë? A jam mirë vaj? Mirë. Qësh po dokna? Mirë. Telespektator të nderuar, kudo që jeni, mirë se erdhet në emisionin o rënjët tona. Po? Ne sot kemi ftuar një musafir, një rapsod, shumë të respektuar, që vjen nga treva tona shqiptare. Mirë se erdhe zotri. Shkurtë bre. Është një emision shumë i mrekullueshëm edhe shumë i shikueshëm. E sidomos ti që udhëheq e që aki onën, së bash o kon emision i qëllum për ty e shkurte. Se ti je legjend e kongës folklorike, ti edhe Shërete Bejuli. Pra, zotri i nderuar, çfarë na keni sjellur sonte për emisionin tonë rënjët tona? Luliza e fosha, Luliza i mavale, mare bokorina karon dënja, komje kona, kamar mali, asyte mi janë mosh me vaj. Po shkurte? Ju falemderit zotri për këto emocione të bukra që na sollet në emisionin shumë të shikuar Oksigjen. Zoti më vrap gabova. O eki vaj, o eki, a mush me fshi që ta Oksigjen montaj? Edhe që aty ku e ka përmen ki zotri o Shyretin, të lutna fshije. Të lutna. Të falimderit shkurte. Në ndërqofsha gjë na em. Po kush jeti tash? Ka ndrove zonin kështu? Qish më dhe nuk pejden kush jam, a fola me ty pare 2-3 ditë në telefon? Më fal. Ti je ajo këngëtarja Gjezidja, po? Ma ka dole bre, me ka dole se kum druje amnin, prisi kum fillu karierën. Më falë të lutëm, po nuk... Ti edhe zonin e pas ke ndryshu? Jessica, po normal. A, Jessica! Jessica!
Po normal që duhet me ndru edhe zonin kur je para kamerave, duhet mu tripovat. Mo, qka më bo? Me hin tripa, more? A me hin tripa? Kur zdit edhe ti haqina e mu tripovat. E qka pi zgat këto buzë kështu? Po mu dok ma seksi, mu dita shkomtare. Qa po më dhem që koma djot. Koma? Qa po dhem koma? Po e ku më bua një spot. Edhe? E të të një aji regjisori, të pëdin puna regjisorve, ata po lypin shumë. Edhe? Tani më sa me quqit kom, sa ma nalë që shto. Pas ka marrë qa. Po duhet me dal spoti sa ma i mirë, normal. Edhe këtë tjetërin e kum qu, po këto ma pak. A këto ma pak, po mirë. Mirë, atëherë e dashur Jessica, kush ju ka ndihmuar më shumë ti në ndërtimin e karrierës tuaj? Une i falenderoj shumë mamit, edhe babit, edhe zotit që ma kanë dhënë qitë sen. Se pa qitë sen, s'kisha mujtë me shku për para. E qka është taj sen? Zonin, o zot sa i ronë, së në pëtë baj heq. Oj, të ta mi hiri, moj? Shpo munish me mi bajt këto, Valla, tashi Jessica, qfar dushti, se s'kemi kohë na mu marra me të bajt, a mus me të bajt ty, se kemi probleme me Mitrovicën. Mori naim. Orë, da, dragic. Ju shqiptari hiç po dini politika. Krejt budallica jini. Jo, valla, po dim edhe politik të madhe, bile. A qësh po dini politika? Na po dim politik shumë të mirë. A din prej vaktit kur u kanë Miloševiqi, teri që tashti na po punojna për miren e juaj. Jalla keni punue, edhe na keni një muë. A ju s'po merë një vesh politika, bre? Se s'po marrin vesh na, qka po lypni ju, qka po do një? Se shka po dojna na. A ka folaj presidenti jonë, president nash. Po? Ka thënë, une po du me fol me Tiranën për Kosovën. Jo, s'ka me Tiranën, me Prishtinën, me qeverinë e Kosovës. A thash që jeni budalica ju shqiptarë, s'po dini politika. Pse? Po, a di që po dojna na? Qka po doni ju? Na po dojna me marë Srpska Republika u Bosnu. Po? Po edhe ma mirë për juve, bre, budalit. Pse për neve ma mirë? Qish ma mirë, qush s'është ma mirë. Se ju masanej po merë një Medvegja, Presheva, Shkupi, Shupnia, krejt po bëni një dërgjava i male. Për që tu edhe se ki keq, po te ki për veti, adin kështu. Performance bukur, Dada Zethane. Për nam, Dada Zethane, tregom drejt kështu. A mendon ti kushin ma të menqur? Burat a gratë? Je burat janë ma të menqur. Po dhe unë menoj që burat janë ma të menqur. A di pse i dad? Pse janë burat ma të menqur? Se gjithë natën gratë ju kalzojnë qka me full nisrit. Ma të tjena e. A përshë vetit gjyshe sari lau. Jo, unë jam shumë mirë. Shumë mirë? Gjithë natën kjetë ka mësu që ka me full t'i sëd. Naim, da është ta me dvejt bëda di shka? Po, urna. A për ta këqyrë naunën kemi rria se ka gjahungën për pjetë ka. S'ka qare? S'ka qare pëse shka pi banë? Jalla,
Këto s'muj me të kallëzu. Edhe datë kalzan. Ani me së më kalzan mu, po mësëmi që të djemë të mi. Au, pse po, sa djemi kiti? 3 datë, 2 i kam Gjermanie dhe 1 të shpia. Po, a? Po. A ken verës këta të Gjermanisë hiç këtu? Po, ken këta Gjermanisë verës, po sanë së në banën i datë. Pse? Veç 5 darës, ma syne ti, 1 met pa ban. Au! O këthyn tani me dadën, si ju hargjun paret aty. Mirë, po këtë që me të pa bo, hajtë se bohat vitin arshëm, që ka problem? O, me dadë me pritejnë mata i rritet me trëpe me tana. Atere, qështë o këthyn? A shkuna? O këthyn ko qyshe dadë, pas një pare në gjep. O doft me u dhanun e pare për benzine me shkue, me qatë pinzit vogël më zvet. Me benzin tone? Tare, dahe, ha. A po del benzia, po hjek shumë ti? Po qysh më rënajem, shka e kam një vla Shabani, na i pinzin e vogël, kur qysh si ka punt. Au. O kanë qivirimu, anë kue, ka thanë që një bër një manëm di shkadin. Po, që i kanë thonë ata? Shka i kanë thanë. O këthy Shabani, the Shabani vla, ta rretën. Thas një santin. E ka pas fjallën as një cent. Po që si dhe paret kuqet vogla që janë. Paret kuqet vogla. Edhe që për të qërë që në. Po, e me këtë djalin këtu që e kje në Kosovë, qështë po kalon? Po, këtë djalin e krev shkëdhen për milet, i dadë. Edhe? Edhe i dadë, edhe kur përkrynë shkëdhen ta që pi hjekin kapuqat, pi gjumë kështë. Tani gjëjtë një hjekin kë, jeb zërë s'ka, jeb zërë s'ka. A ka një shnush, një kremal, si bastan. Po, edhe? Tash u ba me zvetën e jem tash. O ba si c'kra o djali. Pse? Qish bedade pse për rrugat e vogla, shka me ba a Turqia dhe ma ka një gruet shtirë gjarë. Mas. Pse as po të ndihmon ajo, s'po të shiqon? Pa i dadi shku dje, më ma fshi subën. Edhe ma kish hangër së gjukin. Po qërë në sobë? E pse, ku e manë së gjukën ti? Pa nërja stegë brezdatë të të një. Po, se nërja stegë? Pa se ku majtë brenajnë për para, pa pesim ka degë burri. Pse? Po qëna natën, pe ka shëj, ka pak sa me hekë mërzinë. E falenderojmë të gjithë me shumë duar trokitje, artistën e madhe Zyra Pete Gasin. Zyre! Ku që zi! E po, ishte kjo e tëra. Fleni mirë, ndroni bukur, e zgjohuni në pache. Natën e mirë, miru pashëm javës tjetër. Natën.